Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ky është edicioni informativ i orës 16 në News 24. Në lajme do të ndiqni. Donald Trump flet për pasojat e sulmeve, duke theksuar se regjimi se bën dot Iranin të madh dhe duhet të ndryshojë. Irani do të mbyllë ngushticën e Hormuzit mes paralajmërimeve për krizë ekonomike. Izraeli në sulme ajrore iraniane, alarmet për bombardime në Haifa dhe Jeruzalem. Tregjet tronditen nga konflikti Izrael-Iran, nafta kap nivelet më të larta në 5 muaj. Aslan Dojani përplaset me Rusmailin gjatë rinumërimit, Kas kërkon ndihmën e policisë. Shkodër, 26 vjeçari plagoset me armë zjarri pas një sherrri, autori në Arati. Kosovë dështon edhe tentativa e 36 për konstituimin e legjislaturës së re parlamentare. Zjarret përfshin ishullin turistik Kios në Greqi, zjarr fiksit në luftë me flakët. Njihemi tani më gjërësisht me lajmet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përmendi mundësinë e ndryshimit të regjimit në Iran. Disa orë pas sulmeve amerikane mbi objektet bërthamore të Iranit, ai shtroi pyetjen: nëse regjimi aktual iranian nuk është në gjendje ta bëjë Iranin përsëri të madh, pse të mos ketë ndryshim të tij? Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump lat kuptohet të hënën se mund ta mirëpres rrëzimin e qeverisë në Teheran, vetëm pak orë pasi anëtarët e administratës së tij ngulën këmbë se sulmet e fundit ndaj Iranit nuk ishin për qëllim të sjellnin ndryshim regjimi. Politikisht nuk është e pranueshme të përdoret termi ndryshim regjimi, por nëse regjimi tanishëm iranian nuk është në gjendje ta bëjë Iranin sërish madhështor, pse të mos ketë një ndryshim regjimi? Miga, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Shefi i Shtëpisë së Bardhë e bëri këtë koment disa orë pasi figura kyçe të administratës së tij, si nën presidenti J.D. Vance, sekretari i shtetit Marco Rubio dhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, theksuan se qëllimi i sulmeve ajrore të SBA-s më 21 qershor ndaj objekteve bërthamore të Iranit ishte një zgjidhje e negociuar dhe jo rrëzimi i qeverisë islamike teokratike. Zyrtarët amerikanë paralajmëruan të dielën Teheranin të mos kryej sulme hakmarrëse ndaj sulmeve ajrore amerikane, për të cilat Trump tha se kishin shkatërruar objekte kyçe bërthamore të Iranit. Parlamenti i Iranit kërkoi mbylljen e ngushticës së Hormuzit, ndonse vendimin përfundimtar duhet ta marrë Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare. Mbyllja e Hormuzit do të rriste me 20% çmimet e naftës dhe gazit, por kjo do të dëmtonte edhe vetë ekonominë iraniane të shkatëruar nga sanksionet ndërkombëtare. Parlamenti i Iranit e nxiti vendin të mbyllte ngushticën e Hormuzit sipas mediave shtetërore, por ja lë vendimin përfundimtar për ta bllokuar rrugën kryesore ujore Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Zëvendës presidenti J.D. Vance u kundërpërgjigj të dielën duke thënë se një veprim i tillë do ishte vetvrasës për Iranin, pasi e gjithë ekonomia e tyre kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, Republika Islamike duket se është një hap më afër veprimit të paprecedent që mund të rrisë çmimin me rreth 20% të naftës dhe gazit që rrjedhin përmes korridorit të ngushtë që lidh gjirin persik me pjesën tjetër të globit. Teherani po mendon për mënyrat se si të hakmerret ndaj sulmeve amerikane mbi objektet bërthamore të Iranit dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit është njëra prej tyre. Ekonomistë do ta ndjekin nga afër ngushticën për shkak të pasojave globale që pothuajse me siguri do të pasojnë çdo ndërprerje atje. Analistët në JP Morgan Chase e kanë quajtur bllokimin një skenar shumë të keq ku çmimet globale të naftës të arrijnë $120 për fuqi dhe të shtyjnë inflacionin në SBA në 5%. Mbyllja e ngushticës do të ndiejë në sektorin e naftës së Iranit dhe do të ndërprisë një burim kyç të ardhurash për Republikën Islamike. Irani e përdor këtë rrugë ujore për eksportet e veta të energjisë, të cilat arritën në mbi 1.3 milion fuqi nafte në ditë në vitin 2023. Pjesa më e madhe e naftës iraniane dërgohet në Kinë, por mbyllja e ngushticës së Hormuzit do të rrezikonte një gamë më të gjerë burimesh nafte dhe gazi natyror me Arabinë Saudite, Kuvajtin, Irakun dhe të tjerët
që e përdorin ato rrugujore. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi në Fox News se mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga Irani do të ishte një tjetër gabim i tmerrshëm me të cilin ne do të duhet të merremi. Ministri i Jashtëm i Iranit mbërriti mëngjesin e kësaj të hënë në Moskë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin një ditë pas sulmeve amerikane në 3 objektet për programin bërthamor të Iranit. Rusia është partneri ynë dhe ne gjithmonë konsultohemi, tha ministri iranian para se të mbërrinte në Moskë. Sipas BBC, Rusia ka pak gjasa të ofrojë ndihmë ushtarake për Iranin, pasi prioriteti i saj është lufta në Ukrainë. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi mbërriti mëngjesin e kësaj të hënë në Moskë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin, një ditë pas sulmeve amerikane në 3 objektet për programin bërthamor të Iranit. Media shtetërore iraniane raportoi se Araghchi ka mbërritur në Rusi për të zhvilluar konsultime të hënën me udhëheqës të lartë, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, oferta e të cilit për të ndihmuar në ndërmjetësim të negociatave me Teheranin ishte hedhur poshtë menjëherë nga Trump. Rusia është partneri ynë dhe ne gjithmonë konsultohemi, deklaroi Araghchi para se të nisej në Moskë. Sipas rrjetit britanik BBC, ministri i Jashtëm i Iranit ka të ngjarë të marrë fjalë të forta mbështetje nga udhëheqësi i Kremlinit, por ndihma ushtarake nga Moska duket e pamundur. Për momentin, prioriteti i Rusisë tani është lufta e saj me Ukrainën. Është e vërtetë që Rusia dhe Irani kanë një marrëveshje partneriteti strategjik, por nuk është një pakt mbrojtjeje dhe nuk e detyron Moskën të ofrojë mbështetje ushtarake për Teheranin, thekson BBC. Javën e kaluar Putin pretendoi se Irani nuk kishte kërkuar ndihmë ushtarake nga Moska dhe nga komentet e tij ishte e qartë se ai nuk kishte nxitim për të ofruar ndihmë të tillë. Kremlini ka qenë i jetur të mbajë marrëdhënie të mira si me Iranin, ashtu edhe me Izraelin, dhe të ndërtojë një marrëdhënie të mirë pune me presidentin Donald Trump. Alarmet për bombardime u dëgjuan në Haifa dhe Jeruzalem të hënën mes raportimeve mediatike për një sulm ajror iranian ndaj Izraelit, ku të dy vendet po hynë në ditën e 11 të një lufte ajrore të furishme që nga 13 qershori, qytetarët u strehuan në stacionet e metros për t'i shpëtuar bombardimeve. Alarmet për bombardime u dëgjuan në Haifa dhe Jeruzalem të hënën mes raportimeve mediatike për një sulm ajror iranian ndaj Izraelit, ku të dy vendet po hynë në ditën e 11 të një lufte ajrore të furishme që nga 13 qershori. Irani dhe Izraeli shkëmbyen sulme ajrore dhe raketore ndërsa bota përgatitej për përgjigjen e Teheranit ndaj sulmit të SBA-s në centralet e saj bërthamore gjatë fundjavës. Në Haifa banorët u pan duke u strehuar gjatë alarmit të sigurisë. Qytetarët u strehuan në stacionet e metros për t'i shpëtuar bombardimeve iraniane. Në Tel Aviv, një nga qytetet më të mëdha të Izraelit, parkingu nëntoksor i një qendre tregtare u shndërrua në një stret të improvisuar, me tenda, dyshek gjumi dhe furnizime minimale. Tani parkimi shërben si një vend i sigurt për njerëzit që kërkojnë strehim nga raketat iraniane. Garda revolucionare e Iranit tha se ndryshoi taktikat në sulmin e së hënës ndaj Izraelit, duke shënjestruar pika nga veriu në jug, përfshirë Tel Avivin dhe Haifën, sipas agjencisë së lajmeve MER. Grupi me qendër në Washington, aktivistët për të drejtat e njerëzit, raportoi se të paktën 950 njerëz janë vrarë në Iran gjatë sulmeve ajrore që nga 13 qershori, përfshirë 380 civil. Autoritetet iraniane nga ana tjetër thanë se 24 njerëz janë vrarë nga sulmet iraniane në Izrael. Tregjet financiare globale janë përballur me tronditje të reja pas përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme, ku tensionet mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit kanë çuar në rritje të ndjeshme të çmimit të naftës. Sipas Reuters dhe Financial Times, çmimi i naftës gjatë 10 ditëve të fundit u rrit me 18%, duke arritur në $79 për fuqi. Tregjet ndërkombëtare mund të përballen me një rritje të ndjeshme të çmimit të naftës, ku tensionet mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit kanë çuar në rritje të ndjeshme të naftës dhe luhati të forta në bursat kryesore. Sipas Financial Times dhe Reuters, çmimi i naftës Brent u rrit mbi 18% gjatë 10 ditëve të fundit, duke arritur në afro $79 për fuqi, niveli më i lartë që nga janari 2025. Investitorët dhe tregtarët janë vënë në alarm nga mundësia e ndërprerjeve të furnizimit me naftë përmes ngushticës së Hormuzit,
një nga pikat më kritike të tranzitit të naftës në botë. Ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump e ka shpatur si të suksesshme goditën ndaj kapaciteteve bërthamore të Iranit, reagimi i Teheranit mbetet i paqartë dhe çdo përshkallëzim mund të rrisë çmimin e naftës në mbi $100 për fuqi, sipas vlerësimeve të Oxford Economics. Megjithatë, çmimet shënuan një korrigjim të lehtë ditën e premte, pasi Reuters raportoi për një valë të re sanksionesh së SBA-s ndaj Iranit, të cilat nuk prekën drejt për drejt eksportet e energjisë. Brent ranë është $87 për fuqi, por situata mbetet shumë e paqëndrueshme. Tregjet pritet të reagojnë sërish këtë javë në varësi të zhvillimeve të mëtejshme ushtarake dhe diplomatike në lindjen e mesme, ndërkohë që investitorët vlerësojnë rrezikun e një përshkallëzimi me ndikim global. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani bën të ditur se 4 shtetas shqiptar janë evakuuar me sukses nga Izraeli. Për evakuimin e tyre u desh bashkëpunimi i autoriteteve shqiptare me ato izraelite, jordaneze, egjiptiane dhe me ambasadën austriake në Tel Aviv. 4 qytetarë të tjerë shqiptar janë evakuuar me sukses nga Izraeli, 2 përmes Jordanisë dhe 2 përmes Egjiptit, të cilët gjendeshin atje për arsye profesionale dhe familjare. Vijojmë të ndjekim me përparësi çdo rast të qytetarëve shqiptar të prekur, të cilët kërkojnë asistencë nga institucionet tona, njofton ministri Hasani, ndërkohë që evakuimi i shtetasve shqiptar nga Izraeli ka ardhur pas tensioneve, të cilat po përshkallëzohen në lindjen e mesme dhe frika nga një hakmarrje e mundshme nga Irani pas sulmit të Shteteve të Bashkuara në centralet bërthamore. Kandidati për deputeti Partisë Demokratike Aslan Dogjani është përplasur me antarin e KAS Ilir Usmajli pasi pretendoi se një vot që i takonte atij ishte hequr me pa të drejtë nga KAS gjatë rinumërimit. Procesi i rinumërimit të votave të Tiranës ka treguar se shumë vota për 2 partitë e mëdha, por edhe për kandidatët për deputet janë lexuar gabim nga numëruesit. Rinumërimi i votave të gjitha qendrave të votimit në qarkun Tiranë është futur në ditën e 5. Rezultatet e rinumërimit tregojnë se 2 partitë më dha janë favorizuar nga numëruesit e tyre në procesin e numërimit fill pas mbylljes së votimeve më 11 maj, duke bërë të pavlefshme shumë vota pasi ishin lexuar gabim, jo vetëm për partitë, por vota është lexuar në mënyrë të padrejtë edhe për kandidat për deputet në listën e hapur. Një fenomen i tillë shkaktoi përplasje verbale mes kandidatit të Partisë Demokratike Aslan Dogjani dhe antarit të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve Ilir Usmajli. Hajde shite se e qartë. Asë më rrëtë për policinë parë, hajde shite, është e pa qartë vota, 10 vota tjera në tërët policinë. Po për presion me policinë. Vjeti vota, hajtuto. Nuk është herë e parë, gjitha të vota në keni vjetë dhe tani. 4-5, 4-2, 4-5. Në të gjitha kutit e votimit, do të mos u tallni me votat e qytetarëve. Dogjani pretendoi se një flet votimi që takonte atij ishte shpallur e pavlefshme nga KAS. Bëhet fjalë për këtë votë, të cilën KAS e vlerësoi të vlefshme vetëm për subjektin politik, PD-HM, por jo për kandidatin, pasi gjykoi se shenja nuk ishte vendosur brenda kutisë. Por Dogjani pretendoi krejt të kundërtën dhe foli për padrejtësi. Mos luni me shpirtin e qytetarit, sepse vota është shumë e rëndësishme. Vlerësojni, unë do t'i shoh gjitha pamjet dhe për çdo shkelje, po sigurisht që do të bëj kallëzim, patjetër. Për çdo shkelje që është bërë në mënyrë qëllimshme, nuk u ndahem unë. Pas incidentit, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi me votat e 4 antarëve të tij të ndalojë Aslan Dogjanin të qëndrojë në ambientet e Pallatit të Sporteve Fari Eoti, ku zhvillohet rinumërimi. Me këtë vendim KAS-i kërkon policisë së shtetit të marrë masa për largimin e tij dhe të mos lejojë futjen e Dogjanit në mjediset ku zhvillohet rinumërimi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e sotme me gazetarët deklaroi se Partia Demokratike ka të dokumentuar që në disa qendra votimi për zgjedhjet e 11 majit është votuar nga komisionerët në favor të kandidates Sara Mila. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi video nga procesi i votimit të 11 majit, përmes të cilave pretendon se komisionerët të PS-s u kanë diktuar qytetarëve votën. Këto pamje, sipas Kryedemokratit, janë parë edhe në institucionet parlamentare të BE-s, ku sipas tij, deputetët e Parlamentit Evropian kanë mbetur të habitur. Komisioneraj po voton. Kriminali elektoral me uniform komisioneri e nxjerr prap votën. Nuk ndalet. Komisioneri e kontrollon
fletë e votimit para se ai ta hedh në kuti të votimit. Një person merr 4 fletë votimi, e patë. Përsëri, ky është votimi, fytyra e votimit. Gjatë ditës komisionerët votojnë në emër të zgjedhësve. Kjo është. Ku janë komisionerët e Partisë Demokratike? Kjo është një çështje hetimi. Por aty ku Sara Mile, Arkend Balla, shkojnë me hanxhart e troplinëve dhe Suel Çels, komisionerit i ngelet shumë pak hapësirë. Se zgjedhja zhvillohen në kushte të një terrori. Berisha tha se këtë të marrë do të publikoj prova se si komisionerët e PS-s në Elbasan votonin për socialisten Sara Mila. Ju tregojnë ju nesër qendra votimi ku gjatë gjithë ditës votojnë komisionerët dhe ato votat gjitha shkojnë për princeshën e burgjeve Sara Milo. Po, janë dokumentuara. Kreu i Selis Blu tha se zgjedhjet e 11 majit nuk do të njihen nga opozita dhe se do të kërkohet pavlefshmëria e tyre në SBA e BE. Është lançuar portali e legjislacioni në Kuvendin e Shqipërisë. Kryeparlamentarja Elisa Spiropali cilësoi platformën një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të procesit ligjvënës në vend. Sipas Spiropalit, e legjislacioni shkon përtej një programi kompjuterik, duke thënë se është një vizion i ri për një proces ligjvënës më cilësor, efektiv dhe më i aksesueshëm nga publiku. Kuvendi i Shqipërisë do të ketë një platformë të re i legjislacioni. Një portal i dedikuar qëllimi i të cilit është transformimi i mënyrës se si hartohen, diskutohen dhe miratohen ligjet në Shqipëri. Kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali e vlerësoi nismën si një hap të madh drejt modernizimit të proceseve parlamentare dhe një kapitull të ri për legjislacionin shqiptar. Me këtë platformë ne hapim një kapitull të ri në mënyrën se si hartojmë, diskutojmë dhe miratojmë ligjet. E-legislation është më tepër se një program kompjuterik. Është zbatimi një vizioni të ri për një proces ligjvënës më cilësor, më efektiv, më të hapur, më të aksesueshëm nga publiku dhe më të besueshëm. Për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë do të kemi akte ligjore të konsoliduara që përmbajnë të gjitha ndryshimet ndër vite në një version të vetëm e me qasje për të gjithë. Ky proces do të mundsojë një rritje cilësore të transparencës. Një portal i tillë është mirëpritur edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato dhe shefi i prezencës së OSBE-s, ambasadori Michel Taran, duke gjykuar se kjo platformë fuqizon transparencën. Të gjitha këto masa do të përmirësojnë transparencën dhe llogaridhënien, integritetin dhe efektivitetin e kuvendit. Në këtë formë edhe besimi i qytetarëve do të jetë edhe më i fortë tek institucioni. Në fakt, ky institucion duhet të ketë të gjithë burimet e duhura financiare. Kjo është kyçe për të siguruar që kemi pavarësinë e këtij institucioni si dhe kapacitetin e tij për të vlerësuar legjislacionin, por edhe për të kërkuar llogari në mënyrë që kuvendi të luajë rolin e vet kyç gjatë negociatave me BE-n. Ky portal është më shumë se një platformë digjitale, është rezultati një pune të gjatë për ta bërë ligjbërjen më transparente, gjithëpërfshirëse dhe të qasshme. Ky tranzicion për legjislacionin elektronik do të mundsojë rezultate të vërteta, harmonizimin dhe konsolidimin e tekseve ligjore, përmirësimin e rrjedhës së punës së brendshme të kuvendit. Po ashtu do të shtojë transparencën dhe qasjen e publikut në raport me legjislacionin dhe do të forcojë koordinimin e të gjitha institucioneve në Shqipëri. Platforma i legjislacioni është një mjet teknologjik që tregon mënyrën se si hartohet, diskutohet dhe miratohet legjislacioni në Shqipëri. Kjo platformë, përveç ofrimit të informacionit, u jep mundësi qytetarëve, organizatave të shoqërisë civile, grupeve të interesit, të ndjekin dhe kontribuojnë në procesin legjislativ nga faza e hartimit e deri në miratimin në kuvend. Kryetarja e Bashkisë së Roskovecit, Majlinda Bufi, është paraqitur sot në SPAK. Kjo është hera e dytë që kryebashkiakja thirret në prokurorinë e posaçme. Ajo është kallëzuar nga opozita për disa vepra penale, si shpërdorim detyre dhe kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Sipas kallëzimit, kryebashkiakja Bufi ka kryer me dashje dhe personalisht gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale shkelje të rënda kundër punonjësve të administratës publike për t'i penguar ata të votojnë lirisht, shkelje si kërcënime, presione dhe shantazhe. Po ashtu, Partia Demokratike Roskovec ka depozituar për të edhe një kallëzim penal në SPAK, duke akuzuar për abuzim me tenderat. Denoncime publike janë bërë edhe nga deputeti demokrat Gazmend Bardhi, i cili ka bërë disa herë thirrje SPAK
përhetime ndaj bufit lidhur me një tender për karikimin e makinave elektrike me vlerë miliona euro, si dhe për ndërtimin e një termocentrali në zonë bujqësore. Në gjykatën e Fierit u zhvillua seanca e radhës për kërkesën e ish-deputetit demokrat Ervin Saliani për të liruar me kusht nga qelia e burgut. Sipas avokatit të Salianit, Ledio Braho, raporti i vlerësimit nga burgu i Fierit është pozitiv, ndërsa sipas procedurës u njoftua shërbimi i provës që të paraqesë raportin e tij deri në datën 8 korrik, në bazë të cilit do të vendoset mbi pranimin ose rrëzimin e kërkesës për lirimin me kusht të ish-deputetit demokrat. Ervin Saliani u dënua me 1 vit burgim në akuzën për kallëzim të rrem, ndërsa vuan dënimin në burgun e Fierit që prej datës 26 shtator 2024. Publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera informacione. Jemi rikthyer sërish në studio, vjojmë me të tjera informacione. Gjatë ditës së sotme në të gjithë territorin e vendit janë identifikuar 7 vatra zjarri. Sipas Qendrës Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile, deri më tani janë shuar 5 vatra, ndërsa 2 mbeten ende aktive. Forcat operacionale po vazhdojnë punën për izolimin përfundimtar të vatrave në fshatin Llaman, Bashkia Himar, ku janë angazhuar 3 automjete zjarfikse dhe 40 efektiv të forcave të armatosura, si dhe në qarkun e Kuksit, në fshatin Kolsh, njësia administrative Mamës, ku po punohet për fikjen e zjarrit të rënë në vend grumbullimin e mbetjeve urbane. Vendgrumbullimi i mbetjeve urbane në Kukës është përfshirë nga flakët. Zjarri është përhapur me shpejtësi si pasojë e erës së fortë, paraprakisht dyshohet se zjarri është i qëllimshëm. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë vendgrumbullimin e mbetjeve urbane në laqen Myq Mamës në Kukës. Flakët janë përhapur me shpejtësi në një sipërfaqe të madhe, ndërsa shtollungat e tymit kanë mbuluar qytetin e Kukësit dhe rrethinat. Zjarri është përhapur me shpejtësi për shkak të erës së fortë dhe materialeve të hedhura, ndërsa prefekti i qarkut Kukës, Dritan Baji, bën me dije se deri tani nuk ka rrezik për përhapjen e flakëve në zonat e afërta pyjore. Kjo vatër zjarri është aktivizuar dje rreth orës 22:30 mbrëmjes, ka gjithë natën që forcat e zjarfikseve kanë punu dhe aktualisht zjarri është në kontroll. Nuk ka rrezik për momentin të përhapet në sipërfaqet pyjore. Bashkia ka vënë dispozicion mjetet e tonazhit të rënd, sepse duke qenë që këto janë mbeturina urbane, nëpërmjet ujit është e mundur vetëm mbajtja në kontroll. Në mënyra më efikase për të shmangë të rrejnë e tymit është të mbulohen me inerte, me sasira dheu. Dyshohet se zjarri në vendgrumbullimin e mbetjeve urbane në Kukës është i qëllimshëm, ndërsa vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Dhjetra zjarfikës luftuan për të shuar zjarret e shkaktuara nga temperaturat e larta dhe erat e forta në jeshullin grek të Kiosit në detin e Gje për të dytën ditë të hënën. Autoritetet evakuan më shumë fshatra, ndërsa erat e forta u përhapën flak dhe tym të dendur në përpyje dhe toka bujqësore, duke dëmtuar depot dhe duke kërcënuar shtëpitë. Dhjetra zjarfikës luftuan për të shuar flakët e shkaktuara nga temperaturat e larta dhe erat e forta në ishullin grek të Kiosit në detin e Gje për të dytën ditë të hënën, ndërsa autoritetet evakuan më shumë fshatra, teksa erat e forta përhapën flak dhe tym të dendur në përpyje dhe toka bujqësore, duke dëmtuar depot, duke kërcënuar shtëpitë dhe duke detyruar evakuime në 16 zona simas paraprake. Zjarri shpërtheu rreth mezitës në Kiosin qendror dhe u përhap shpejt në 3 fronte. Më i rrezikshmi po përparonte drejt qytetit bregdetar të Vrontados, njoftoi guvernatori lokal Konstantinos Muzuris në transmetuesin shtetëror RT. Rreth 140 zjarfikës së bashku me 70 komando pyjore u vendosën për të kontrolluar flakët sipas RT. Ndërprerje të energjisë elektrike u raportuan në disa pjesë të ishullit. A dhe një mune edho, të shpiti mu thata në kamen. Nëse nuk do t'isha këtu, shtëpia ime do t'ishte djegur. Me një kovë dhe një tup të vogël ujë, arrita të shuaj zjarrin. Gjëja e mirë është se o bori. Shtëpia dhe toka ime nuk janë djegur. Pavarësisht kësaj, sera ime është gjysmë e shkrumbuar. Ekipet shtesë të zjarfikësve pritet të mbërrinë nga pjesë të ndryshme të vendit, kur pritet të rifillojë dhe shuarja e zjarreve nga ajri.
Gjykata e Fierit ka rikualifikuar akuzën për autorin e vrasjes së 20-vjeçarit Grej Bihuci, ngjarje ndodhur në mars të vitit të shkuar në qendër të qytetit. Pasi ndryshoi akuzën nga vrasje me paramendim në vrasje për vetmbrojtje, gjykata dënoi me 12 vite burg Florian Mukën nga 25 vite që kishte kërkuar prokuroria. Akuza ndryshoi edhe për kushëririn e tij duke sjellë lirimin e menjëhershëm të Klajdi Mukës nga qelit. Gjykata e Fierit ka përmbysur akuzën e prokurorisë për autorët e vrasjes së 20-vjeçarit Grej Bihuci, duke rikualifikuar veprat penale të autorëve, ndërsa prokuroria kërkoi dënimin me 25 vite burg për Florian Mukën, autorin kryesor të krimit. Gjykata e ndryshoi akuzën nga vrasje me paramendim në vrasje në kushtet e kapërcimit të mbrojtjes së nevojshme, duke e dënuar atë me 12 vite burg. Ky vendim erdhi edhe për shkak se Iriu ka pranuar krimin dhe ka kërkuar falje para trupit gjykues. Ndërkohë, trupa gjykuese ka ndryshuar akuzën edhe për kushëririn e Mukës, Klajdi Muka, nga bashkëpunim në vrasje në moskallëzim krimi, duke e dënuar përfundimisht atë me 1 vit burg. Ky dënim konsiderohet i kryer pasi Iriu ka qëndruar në paraburgim për më shumë se 1 vit. Ai është lënë i lirë menjëherë pas shpalljes së vendimit. Prokuroria kërkoi ndaj tij dënimin me 12 vite burgim. Sipas organit të akuzës, Florian Muka e ka qelluar viktimën për motive ende të paqarta, ndërsa Klajdi Muka ndodhej në vendngjarje në momentin e përplasjes, ndërsa në atë kohë ishte i mitur. Në konkluzionet përfundimtare, mbrojtja deklaroi se i pandehuri Florian Muka e ka pranuar autorsinë, por ka vepruar në kushte të vetmbrojtjes pas një përleshjeje fizike me viktimën. Ndërkohë i mituri, Klajdi Muka mohoi çdo përfshirje në goditjen fatale, duke thënë se ishte vetëm prezent në vendin e ngjarjes. Të dy të pandehurit shprehën pendes për ngjarjen, duke kërkuar falje përpara familjarëve të viktimës. Krimi i rënd u regjistrua në mars të vitit të shkuar në qytetin e Fierit pas një konflikti mes të rinjve i nisur fillimisht në rrjetet sociale. Grej Bihuci u qellua disa herë me thik në qendër të qytetit të Fierit. Një konflikt për motive të dobta në Shkodër degradoi deri në përdorimin e armës së zjarrit, ku përpasoi një 26 vjeçar mbeti i plagosur. Ngjarja ndodhi në mesnatë në lagjen Perlat Rexhepi, ku 26 vjeçari Jozef Çekaj u plagos me armë zjarri nga 49 vjeçari Paulin Fusha. Pasi i plagosi të riun, autori i dyshuar është larguar nga vendngjarja, ndërsa 26 vjeçari Çekaj u dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Burime nga spitali bëjnë me dije se i riu është jashtë rrezikut për jetën. Gjurmimi i lëvizjes autorit Paulin Fusha është i vështirë pasi në zonën ku ndodhi ngjarja nuk ka kamera sigurie, ndërsa policia vijon punën për kapjen e tij. Një bombull gazi shpërtheu brenda një banese në lagjen Xhile Lici të qytetit të Gramshit, ku përpasoi një zjarr i madh përfshiu gjithë ndërtesën. Zjarri u përhap me shpejtësi, duke shkaktuar dëme të shumta materiale, ndërsa asnjë nga familjarët nuk pësoi lëndime. Në vendngjarje mbërritën forcat zjarrfikse dhe efektiv të policisë, të cilët bën të mundur izolimin e flakëve, duke parandaluar përhapjen e tyre në banesat e tjera. Drejtoria Rajonale e AKU-s Shkodër ka ushtruar kontrole në 30 subjekte tregtare, ku në 4 prej tyre janë bllokuar 124 kg mish. Kontrollet janë kryer në kuadër të masave të ndërmarra për parandalimin e përhapjes së murtajës të baktit e imta dhe për garantimin e sigurisë ushqimore për konsumatorët. Shfaqja e murtajës të baktit e imta në Shkodër ka bërë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të ushtrojë kontrolle në të gjitha pikat e tregtimit të mishit. Drejtori rajonal i AKU-s në Shkodër, Ramir Haderi, bën të ditur se janë ushtruar kontrolle në 30 subjekte tregtare, ndërsa në 4 prej tyre janë bllokuar 124 kg mish. Në qarkun Shkodër janë monitoruar dhe kontrollu rreth 30 subjekte tregtim mishi, për punim mishit dhe pikat e shitjes, me shfaqjen e smundjes të murtajës ruminante për të vegjël. Kemi marrë masat tona për kontrollin e monitorimin e gjithë subjekteve të tregtimit të mishit. Kemi bërë monitorim në disa subjekte tregtim mishit dhe kemi konstatuar vetëm në 4 subjekte probleme me tregtimin. Janë marrë masat tona të nevojshme deri në bllokim të aktivitetit, është bllokuar një sasi mishit rreth 124 kg. Kreu i AKU-s në Shkodër thotë se për 4 subjekte tregtare ku janë konstatuar abuzime, ka nisur një procedim penal. Janë marrë masë administrative për shkeljet të dispozitave ligjore, mashtrim konsumatorit dhe është marrë masë për bllokim të subjekteve për kushtet higjieno-sanitare. Thirrja e ndërgjegjësimit për
fermert, për tregtarët e mishit të respektojnë rregullat siç janë të parashikuar. Tregtimi i mishit të bëhet me certifikat përkatëse nga veterineri zyrtar. Mos kemi raste abuzime sepse do të shkojnë për sekuestro dhe asgjësim. AKU Shkodër ju bën thirrje fermerëve dhe tregtarëve të mishit të respektojnë protokollet përkatëse për garantimin e sigurisë ushqimore për konsumatorët. Ka dështuar për herë të 36 përpjekja për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Nga 99 deputet sa ishin në sallë, vetëm 53 deputet votuan për komisionin e propozuar nga lëvizja vetëvendosje për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Një votoi kundër. Kryesuesi i seancës, deputeti i lëvizjes vetëvendosje Avni Dehari, tha se seanca do të vazhdojë të mërkurën në orën 11, pasi Albulena Haxhiu dështoi disa herë me radhë që të merrte 61 votat e nevojshme për të zgjedhur kryeparlamentare. Vetëvendosje po e hedh në votim çdo 2 ditë propozimin për formimin e një komisioni për votim të fshehtë, i cili gjithashtu nuk po i merr votat e nevojshme. Çështja ka ngecur te emërimi i kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit të Kosovës, ndërsa nuk ka asnjë zgjidhje në sfond për zgjidhjen e krizës që ka përfshirë politikën në Kosovë. Në qytetin e New Yorkut, më 21 qershor u organizua Parada Shqiptare, një fest krenarie për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Kryetari i Bashkisë, Eric Adams, e cilësoi këtë një moment historik për bashkëjetesën dhe kontributin e shqiptarëve në qytetin më të madh amerikan. Në një nga rrugët më të njohura të New Yorkut, flamuri kuqezi u valvit krenarisht më 21 qershor gjatë paradës shqiptare në qytet. Me qindra pjesëtar të komunitetit shqiptar nga gjithë Ballkani festuan për herë të parë, një ditë që tashmë ka hyrë në historinë e metropolit. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams, mirëpriti përfaqësues të komunitetit shqiptar në rezidencën zyrtare Gracie Mansion, ku theksoi rëndësinë e ruajtjes së lidhjeve me atë dheun dhe vlerësoi kontributin e shqiptarëve në qytet. Kur më pyetën nëse mund të organizoni një paradë, thash po. Do ta bëjmë të ndodhë dhe do të sigurohemi që të jetë një nga paradat më të mira që do të shihni. 200.000 shqiptarë të fortë jetojnë në New York City. Ju them faleminderit që e bët këtë qytet atë që është. Adams, i njohur për afrimitetin me komunitetet emigrante, solli një mesazh të fortë për identitetin dhe krenarinë shqiptare. Me humor dhe përzemërsi, ai theksoi se shqiptarët nuk kanë pse të braktisin vendlindjen për të dashur Amerikën. Mezi pres të vi në Shqipëri dhe të shijoj lumejt, detet, malet e bukura dhe gjithçka që keni për të ofruar, ndaj ju falenderoj shumë dhe mezi presim të nderojmë e të vlerësojmë ata që po i nderojmë sot. Faleminderit gëzuar ditën. Nga Shqipëria e vogël në Bronx deri te komuniteti i konsoliduar në Queens, shqiptarët kanë ndërtuar një prani të fortë kulturore e politike në New York. Parada e 21 qershorit u kthye jo vetëm në një ditë festimi, por edhe në një shprehje të fuqishme të identitetit kombëtar. Nga një monitorim përmes kamerave kurth rezultoi se koridori ekologjik Fusharë-Ziball është ndër zonat më të pasura me kafshë të egra në veri të vendit. Ekspertët e mjedisit thonë se në 2 monitorimet e para janë filmuar njësër kafshësh të egra, si ariu i murm, derri i egër dhe kunadhja, ndërsa shpresohet që në vijim kamerat të fiksojnë edhe rroqebullin e Ballkanit. Pyetje e fusharzit po ofrojnë pamje fantastike nga një realitet jo i prekshëm. Vendosja disa kamerave kurth përgjatë ashtë të quajturit koridori ekologjik Fusharë-Ziball ka treguar se bota e egër po i kthehet habitatit. Eksperti mjedisor Artmir Doda shpreh i lumtur me 2 monitorimet e para të botës së egër përgjatë kësaj hapësire pyjore, teksa shton se është konstatuar një shumëllojshmëri e prezencës së kafshëve të egra. Ne po kryjmë monitorimin e kafshëve të egra në korridorin ekologjik Fusharë-Ziball, është pjesa që lidh malin e Munellës për parkun natyror të Munellës me i Ballën deri në pjesën e Alpeve, dhe gjatë këtij monitorimi kemi vënë re prezencën e lartë të specieve të ndryshme, siç është derri i egër, ariu i murrëm, kunallja, baldosa, maca e egër, lepëri edhe dhelpra.
Kjo gjë dëshmon që ky korridor ka një rëndësi të veçantë për kafshët e egër, lëvizjen e tij. Ne falenderojmë CVNP-n për mbështetjen që na ka dhënë në kryen e këtij monitorimi. Specialistët e pyjeve kanë pritshmëri ende teksa shpresojnë se në monitorimet në vijim ata mund të kenë të filmuar dhe specie në zhdukje të rrëqepullit të Ballkanit, individët të cilit mendohet të jenë banor të kësaj hapësire dhe masivit të mbrojtur pyjor të Munellës. Është monitorimi i parë dhe janë kryer 2 monitorime, presim që edhe monitorimin e tretë të shikojmë dhe shpresojmë që kamrat kurth që kemi vendosur të kenë kapur edhe rrëqepullin e Ballkanit, i cili është një specie shumë e rrallë. Ekonomia pyjore e Pukës dhe Fusharësit me një sipërfaqe prej 95.000 hektar pyje konsiderohet si më e pasura në vend sa i përket pranisë së kafshëve të egra, pjesë e të cilave është dhe rrëqepulli i Ballkanit. Galeria e Arteve Digjitale në Korçë mirëpriti javën kulturore franceze. Hapësira moderne u vu në funksion të artit bashkohor francez, ku artist nga studiot e Shamberis përmes videoprojektimeve sollën krijime që ndërthurin vizualen me teknologjinë. Në kuadër të javës së kulturës franceze, Galeria e Arteve Digjitale në Korçë u kthye në një pikë referimi të bashkëpunimit artistik mes Shqipërisë dhe Francës, duke sjellë ekspozita interaktive dhe projekte digjitale që mahnitën vizitorët. Hapësira moderne u vu në funksion të artit bashkohor francez, ku artist nga studio Plic në Chambéry, përmes videoprojektimeve, sollën krijime që ndërthurin vizualin me teknologjinë. Jam këtu për të prezantuar 2 projekte shumë të veçanta. Vim nga Shtamberi dhe përfaqësoj studion Pilz. Këtu kemi bërë videot në mur. Kemi përdorur këtë dhomë fantastike, me shumë pajisje moderne. Për ne është si një ëndërrë që po punojmë në Korçë. Më pëlqen ky qytet, sidomos pazari i vjetër i Korçës. Për mua është një eksperiencë mrekullueshme. Ky bashkëpunim mes Shamberisë dhe Korçës pritet të shërbejë si një frymëzim për të ardhmen e artit digjital në Shqipëri. Koncerti Serenat mbi liçen që u mbajt në Pogradec solli një mbrëmje magjike në tingujt e muzikës dhe mbështetjen e veçantë të Birës Korça, birës së parë shqiptare. Për 2 net me radhë, Pogradeci solli në sken shpirtin e tij muzikor përmes koncertit Serenat mbi liçen. Tingujt e serenatës u ngjitën në skenën e Odeonit përmes zërave të brezave të ndryshëm të artistëve, që sollën ndjenjë dashurie dhe jo vetëm. Aktiviteti u mbështet nga Bira Korça, bira e parë shqiptare, e cila prej vitesh investon në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare. Serenata mbi liçen u kthye në një festë vërtet muzikore buzliçenit. Nëpërmjet korit, nostalgjia dirigjenti i njohur Jovan Shuke theksoi se Serenata Pogradecare mbetet gjallë fal pasionit të brezave që vijnë. Unë shpresoj që këta ta mësojnë Serenatën Pogradecare. Është situash një periudhë që ka hyrë një rrymë teatr, po prapë Serenata nuk duhet të vdesë asnjëherë, të vazhdohet në traditën e qytetit Pogradec. Interpretimi i artistëve Lina Kyçyku dhe Almenda Sulollari solli atmosferë të ngrohtë dhe autentike. Janë këto vjetra poradecare që janë kënduar gjithmonë në përdasma dhe sedepe. Rrezik të këndojë gjithë qyteti këtu sot me ne. Janë këngë të veçanta shumë. Është një interes i veçantë për Serenatën e qytetit të Pogradecit. Kjo gjë u pa edhe tek mua pasi unë vija nga një qytet tjetër, qyteti Lushnjës, dhe pash një bashkëpunim dhe një harmoni të ngrohtë, një udhëheqës artistik që ishte kaq punëtor, drejtuesi Jovan Shuke, ai na mësoi mënyrën se si ta trajtonim Serenatën Pogradecare dhe unë kam kënaqësitë që ta këndoj atë këtu në qytetin e Pogradecit. Agim Dandaluku kontriboi me një retrospektiv për historinë e Serenatës Pogradecare, duke vënë në pa dallimet dhe pasurinë që e veçon nga ajo korçare, në një reflektim të thellë artistik. Serenatat në Pogradec janë kënduar prej gati 100 vjetës, qyteti joni ka pasur. Po unë flas për serenatat të midhfilta, qytetare pogradecare, që janë këngë shumë të bukura. Dhe është ngritur grupi Nostalgjia që po i mban këto këngë gjallë. Fal mbështetjes së Bira Korça, e cila ka treguar angazhim të vazhdueshëm ndaj promovimit të vlerave artistike, ky koncert u kthye në një nga netët më të bukura të verës pogradecare.
Shkëputemi tani për publicitet, rikthehemi pas pak në hapësirën opinion.